Dhe ja ku jemi dashur me që pas materialit që kemi pa në teren, jemi të rubrika magjikeve të vegjël. Si çdo herë, dini që fëmijët të cilët vinë të rubrika magjikeve të vegjël janë fëmijë që na sjellin shumë dashni, shumë energji të mirë, edhe na bojnë me besu që ardhmja e vendit është në duar të fëmijëve shumë talent dhe të ardhme të suksesshme. Fëmijë të cilët i ndjekin ëndrat e tyre dhe që e dinë se çka dojnë. Njëjtë është edhe Zona Tahir Ukaj, një voglushe e cila vetë se 8 vjeçare është, por bën aktivitetet e shumta brenda ditës. Zonën e kam studio. Mirë se erdhe Zona. Faleminderit shumë që ke ardhur sot në emision me neve. Ti je vetëm 8 vjeçare apo? Jo, 8 e gjys. 8 e gjys. Kur i bën nënt? Tetor. Tetor, edhe djali jam e ka ditëlindje në tetor. A ke menu që a kime bërë për ditëlindje? Nështë ta shkoj në Gërmi. Okej, me shoqe apo, me bërë piknik. A të pëlqen ty pikniku apo? Po shumë. Po përveç piknikut, unë kam dëgju që ty të pëlqen shumë edhe muzika. Po më Është e pëlqen vërtet? shumë muzika. Që sa vjet më duket je të shku në Prankjakov, apo? Po më prankja. Që sa vjet je të shku në Prankjakov? 1 vjet. 1 vjet. Qa e fokusuat je në këndim apo instrumente diçka? Në piano. A ty të pëlqen piano? Po. A e ke mësu pianon? Po. A ka qenë e vështirë në fillim? Jo. Pak. Qa është ma e vështirë? Me mësu notat? Me fokusu energjinë aty? Qa është vështirë në piano? Mi lexu notat se ka njëherë nuk i di shumë. Ka njëherë nuk i din shumë mirë. Po është normale se je shumë e vogël edhe vetë sa ke fillu. Tash me që po shkon në Prankjakov në shkollë, a ke fillu me shku me marrë pjesë për shembull në aktivitete me piano, me grupin? Unë shkoj edhe në solfeggio, që është një grup si me një klas, janë ka shumë fëmijë, në aty i mësojna notat, edhe lujna ka njëherë lojra.